Tensioni tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian po hyn në një fazë të re për shkallëzimi, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të rrisë me 25% tarifat për importin e makinave dhe kamionëve nga bloku evropian. Njoftimi u bë publik përmes platformës së tij ku ai akuzoi drejtpërdrejt BE-n se nuk respekton marrëveshjen tregtare të dakurcuar mes palëve. Vendimi i ri prek drejtpërdrejt një nga sektorët më të ndjeshëm të ekonomisë në Bashkimin Evropian, atë të prodhimit të automobilave, i cili përbën një pjesë të konsiderueshme të eksporteve drejt tregut amerikan. Analistët paralajmërojnë se kjo masë mund të ketë pasojë zgjenxhir, duke ndikuar në prodhim, punësim dhe investime në disa nga ekonomitë më të mëdha të Europës. Më herët, marrëveshja tregtare mes dy palëve kishte vendosur një nivel tarifash prej 15% për shumicën e mallrave europian, duke shmangur një përplasje më të ashpër pasi Donald Trump kishte kërcënuar fillimisht me tarifa deri në 30%. Në këmbim, vendet europiane kishin pranuar të rrisnin investimet në SBA dhe të ndërmerrnin në reforma për të nxitur eksportet amerikane. Megjithatë, marrëdhëniet u tensionuan më tej pas zhvillimeve politike dhe ekonomike të muajve të fundit. Parlamenti Evropian kishte pezulluar në janar miratimin e marrëveshjes në një klimë të acaruar që u ndikua dhe nga deklarata e presidentit amerikan për çështje të tjera gjeopolitike, përfshirë dhe idenë e aneksimit të Groenlandës. Rritja e tarifave shihet si një goditje e re ndaj marrëdhënieve transatlantike dhe rrezikon të hapë një kapitull të ri përplasjesh tregtare mes Washingtonit dhe Brukselit në një kohë kur ekonomia globale mbetet e ndjeshme ndaj krizave dhe pasigurive ndërkombëtare.